Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur gliko shalqiri. Është një ëmbëlsirë e cila përgatitet shpejt, por ka edhe ajo disa sekrete të vogla. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Na nevojitet lëkurë shalqini. Lëkura e shalqirit duhet të jetë e freskët, pra në momentin që kemi prerë shalqirin, duhet ta përgatisim menjëherë dhe nuk duhet ta lëmë që të vyshket. Dhe e pastrojmë duke i hequr pjesën e kuqe që ka mbetur dhe pjesën jeshile. Pasi për të përgatitur glikon e shalqirit na duhet vetëm pjesa e bardhë. Ndaj i pastrojmë copat shumë mirë, kështu si tregohet në video. Pasi i kemi pastruar dhe i kemi gati, i presim ato në copëza katrore. Mund të zgjidhni një thik të thjesht, ndërsa për të dukur pak më këndshëm dhe më bukur, mund t'i prisni me një prerse patatesh në mënyrë që të marrin këtë formën val-val. Nëse nuk i keni, shumë thjesht mund t'i prisni me ndihmën e një thike. Dhe vazhdojmë kështu me të gjitha pjesët. Unë kam përdorur 1 kilogram lëkura shalqiri për këtë recetë. Dhe pasi i kemi prerë të gjitha, kështu si po të shihni tani, i vendosim në një enë. Shumica i përgatit duke i vendosur në gëlqere, por unë sot do ju tregoj një mënyrë e cila është më praktike. I vendosim në një enë, i mbulojmë me ujë. Do shtojmë një lugë gjelle sod lëngun e një limoni. Do ta përziejmë shumë mirë dhe do ta lëmë të pushojë për 2 orë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çfarë bën soda dhe limoni? Bën të mundur që pas zjerjes, copëzat e shalqirit të mbeten të forta dhe të mos bëhet si një reçel. Ndërkohë që i lëm të pushoj dhe ato kanë kaluar tashmë 2 orë, në një tenxhere do shtojmë 500 ml ujë dhe 800 gram sheqer. Lëkurat e shalqirit të cilat i lam në ujë me sodë dhe limon, do t'i shplajmë shumë mirë në ujë të pastër dhe më pas do t'i kthejmë ato në tenxhere duke i vendosur që të ziejnë në zjarr të ngadaltë. Gjatë zjerjes do heqim shkumën që krijohet, ashtu siç veprojmë edhe kur ziejmë reçelin. E heqim me kujdes me ndihmën e një luge. Do vini re që lëkurat e shalqirit nuk krijojnë shumë shkumë gjatë zjerjes. Unë kam shtuar 3 gjethe barbaroze sipas dëshirës. Lëngu i një limoni që është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të mos ju karamelizohet. Në momentin që copëzat e shalqirit kanë marrë këtë ngjyrën e kristalt dhe lëngu ka filluar të trashet kur e provojmë në një pjatë, atëherë glikoja është gati. Mund ta konsumoni, mund ta ruani për ta konsumuar tani, nëse dëshironi ta ruani për një kohë të gjatë, e vendosni në vazo, e mbyllni direkt dhe e ktheni përmbys, kështu do të vulosen dhe do të qëndrojnë gjatë. Është fantastik, shumë i shijshëm, nuk e di e keni provuar apo jo, pres përshtypjen tuaj në koment për këtë recetë
Gjithashtu, nëse keni dëshirë mund të më shkruani në koment se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës jeni duke ndjekur videot e mia. Glikoja e shalqirit në shtëpinë tonë shoqërohet me një kafe turke, e preferojnë shumë, është shumë e ëmbël në fakt, prandaj edhe ne e shoqërojmë me një kafe. Dhe ka një shije delikate, është shumë e ëmbël, por shumë e veçantë. Ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni. Faleminderit që më ndiqni.